Në Durrës është shënuar viktima e parë nga përmbytjet që kanë goditur vendin prej fillimit të kësaj jave. Bëhet fjalë për 54 vjeçarin Asret Hysenaj, punonjës i ndërmarrjes së pastrimit pranë Durrës, i cili rezulton të i zhdukur që prej ditës së martë. Trupi i viktimës është gjetur këtë të njëjtë nga polumbarët e Reneas në kanalin Kullues pranë zonës së plazhit. Sipas dyshimeve, Hysenaj është marrë nga vërshimi i ujit gjatë ditës së martë kur nisën përmbytjet masive në qytet. Ai po kryente detyrën e punës së tij në terren në kushtet e rreshjeve të dendura dhe përmbytjeve të shumta. Bashkia e Durrësit ka bërë të ditur se Hysenaj ishte paraqitur në punë të martë në orën 06 dhe kishte dalë prej andej në orën 10:30. Pas mos paraqitjes në banesë, familjarët e tij kanë kontaktuar në orën 16 përgjegjësin e ndërmarrjes së pastrimit, i cili u ka sqaruar se Hysenaj kishte lënë vendin e punës mëngjesin e pas asaj dite. Familjarët, duke konstatuar mungesën e tij, kanë lajmëruar menjëherë policinë e shtetit. Rastet e përmbytjeve në Durrës kanë krijuar situata kritike në disa zona të qytetit, ndërsa bashkia dhe autoritetet e emergjencave civile kanë dhënë urdhër për evakuimin e banorëve nga zonat më të rrezikuara për të shmangur tragjedira. Ky incident nënvizon rrezikun e lartë që paraqet puna në kushte ekstreme dhe nevojën për masa të menjëhershme mbrojtëse ndaj përmbytjeve që po përfshin qytete dhe zonat bregdetare.